Opozita e tradhtisë, ushqimi i korrupsionit, turpi i kombit. Opozita shqiptare nuk është më opozitë. Ajo është një turm e degraduar, një tuf frikacakësh e të shiturisë që tradhtuan besimin e popullit shqiptar. Në vend që të përballen me pushtetin në sallën e parlamentit, aty ku duhet të bëhet lufta politike, ata u aratisën si dezertor. Bojkoti i tyre nuk është protest, është akt tradhtie. Çfarë jeni ju? Deputet të popullit apo mercenar të interesave? Ato karrige ku ulët nuk janë dekor për t'i lënë bosh, por janë arma që ju dhanë shqiptarët për të luftuar për ta. Ju betoheni mbi kushtetut dhe më pas e shkelni me këmbë. Ju betoheni se do ta mbroni qytetarin dhe më pas i ktheni shpinën. Kjo nuk është thjesht papërgjegjshmëri, kjo është një krim moral e politik. Ju e keni shndërruar opozitën në një turp kombëtar. Në vend që të jeni zëri i popullit, jeni bërë zëri i boshit. Në vend që të jeni armiku i pushtetit të korruptuar, jeni bërë aleat i tij me heshtjen tuaj. Çdo ditë që mungoni në parlament është një ditë e fituar për korrupsionin, për padrejtësinë, për grabitjen e pasurisë publike. Me bojkotin tuaj ju nuk po dëmtoni qeverinë, po vrisni opozitën dhe po tradhtoni popullin. Turp të keni. Ju keni marrë votat me djersën e qytetarëve që besuan tek ju dhe sot i lini pa zë, pa mbrojtje, pa shpresë. 4 vite bosh, 4 vite heshtje, 4 vite në të cilat shqiptarët nuk do të përfaqësohen, sepse opozita vendosi të largohet si dështak, frikacak e tradhtar. Kush mendoni se jeni që të luani me fatin e një kombi? A mendoni se shqiptarët do t'ju falin? Jo. Historia nuk fal, kombi nuk fal, dhe një ditë populli do t'ju gjykojë më ashpër se çdo gjykatë. Emri juaj do të mbetet i gdhendur si simbol i tradhtisë, si shembulli më i ndyrë i asaj se si shitet një popull. Opozita shqiptare sot nuk është shpresë, është gropa e zezë ku mbytet demokracia. Dhe ju, deputet të saj, jeni lopatat që hapët këtë varr. Për këtë turp, nuk ka bojkot që t'ju shpëtoj, nuk ka alibi që t'ju justifikoj.